I lypset në shpirt rrëmeti një gërmadhe, të përkthehet kami rënoj nga poeti, e vizitori radhës I kundrimit kureshtje, të përftoj nën vetmi, si dituri të rënjës, se ati që mba një mangall me shpuz, për zjarre të rinj, kur barbarët s'do të vinë. E nisa me këto vargje poetike, pasi unë kam një poet, por është dhe shkrimtar, gjithashtu dhe kurator arti, ka shumë elemente së bashku, është një personazh atipik, bëhet fjalë për Krenar Zenon. Mirë se erdhe këtë pas mesnat. Mirë se u gjeta, faleminderit. E nisa me vargje poetike, por në të vërtet nata ty të rinë shumë për shtatë. Zenit është pikërisht ajo 12-ta pas mesnatës apo jo, që ju keni edhe galerinë Zenit. Është e lidhur me natën në të vërtet? Nga ana e kundërt, në kuptimin që pasaj ripasqyron, sepse Zenit, si term kështu astronomik, po e themi, është pika kulmore e hapësirës qiellore, kur pra dielli në orën 12 mbrin në Zenit, ose nga ana e përkundërt është nadir, siç jemi ne tani, në orën 12 të natës. Pra lidhja është organike, por gjithmonë nga ana e kundërt, po jo kundërshtar palë ndërluftuese ne të dy. Se jo, dhe ne të dy do bëjmë një luftë, le të themi bisede, por me vargje poetike do jetë e butë. Se kemi dy element shumë të rëndësishëm që m'veshen tek ju. Është poezia e vargut, dhe që është shumë filozofike, por ju keni dhe poezinë e heshtur, si kuratori shumë ekspozitave e miqve të artistëve. Në fakt, në vargje që unë sapo recitova për të gjithë shikuesit, ajo çfarë të bën përshtypje është fakti I gërmadhave dhe rënojave. Poeti në të vërtet, I mirë, shpesh frymëzohet nga dhimbja? Edhe kjo, me një premis që rimorëm tek Zeniti dhe Nadiri. Gërmadha dhe edhe rënoja na konfondojnë, ngatrojnë se duken si të njëjta, por në fakt janë të përkundërta, siç është Zeniti me Nadirin. Domethënë, një gërmadhë është ajo që nuk I shëndron, nuk I reziston dot mortjes, vdekjes. Pra zhbëhet në gërmadhë. Kurse rënoja ka frymën e artit që mban brenda, apo të artit të jetës, që mban brenda, dhe e bën që ajo të gjalloj përtej mortjes, pra të mbetet e gjallë. Domethënë, ky është edhe në një farë mënyrë inkursioni I artit, I çdo artisti që mos ta lejoj rënojën të kthehet në gërmadh, apo nëse në gërmadh ka diçka që si shtot Rumi, që një rënoj ka shpresën se aty mund të ketë tesar. Pra, është që ta kthej, nëse është e mundur, gërmadhën në rënoj, nëse ka premis. Ju e keni të mishruar më së miri edhe tek vepra e 12 e juaja, që është poetika Hiri I rënojës, përsëri. Dhe mund bën përshtypje gjithmonë ju keni një simbol në çdo kopertinë. Ka një domethënie? Mes shumë zgjedhjeve tërheq ai simbol I rënojës aty, që është midis gërmadhës edhe rënojës, për ta mbajtur në atë të ndërmjetmen që ka ndonjëherë si të pafëndshme, si të pashprehshme, si të pa zhbirueshme, po themi kështu, poezia. Pra që nuk është si proza që duke qenë lineare, duke qenë me argumentin, me narracionin e gjerë me radhë, ajo lë më pak, pavarësisht se përdor figuracionin, përdor metaforën e me radhë. Kurse te poezia është gjithë diçka që mbetet në mister, është diçka që I mbetet të pathënshme, si thua, diçka midis, është gjithmonë midis. Poet të mirë ka, por është disi në bjerje paksa, edhe si gjini poezia, qoftë në Shqipëri, por dhe në botë. Pse ndodh kjo në këndvështrimin tuaj si poet? E gjitha është një shëndres tani më në kërkim të një lloj rendi të ri të gjërave, nuk po e kalojmë në politikën për të thënë një rendi të ri botëror. Domethënë, mendoj që është një moment udhkryqi I fort që kërkon një ridimensionim, domethënë një ritakim me
me virtytin, me cilësinë si e tillë në përgjithësi. Dhe sigurisht që këtë do ta pësoj në një farë mënyre edhe poezia, po është sigurt që nuk mund të humbas asnjëherë. Pasi ne dim që janë të ndarë në dy grupe edhe poetët e mëdhenj, pra ka diçka që nuk kanë frymëzim jashtëmi, por është frymëzim i zbrëndshmit që buron nga vetë njeriu. Në të vërtetë, a janë të ndërthurura në krijimtarinë tuaj edhe fryma që mund të vi nga një moment i caktuar, nga një ngjarje e caktuar, nga një ndjesi e fortë, e cila përfithet më pas në shpirtin e poetit për të ardhur në vargje që ne i lexojmë? Edhe kjo është pyetje peshe kryshit, domethënë janë ato që janë imediate, domethënë akute, domethënë mund të jetë një ndodhi, një ngjarje, po zakonisht duhet të jetë plagë, kupton, duhet përmes plagës hyn drita, si thoshte Rumi. Domethënë pa bërë një plagë, pa bërë një vrim të madhe, është e vështirë që ajo të thrasit dhe të apeloj të përkthehet, domethënë në varg. Kjo është, si të thuash, prej ngjarjes të imediates. Pastaj ndodh që ai lloj pensumi që është i veshur me një tentativë për të qenë një kuptim apo një mendim, edhe me një imazh, edhe me një ritëm, me një premisë muzikale, po themi, mund të jetë pas një lloj ngjarje, është vetë universi është ngjarje si e tillë, domethënë mund ndodhi, tani jemi në natë, jemi bashkë, ndodh një frymëzim sepse po bëhet një bisedë pak e një lartësie, përderisa domeni është e bukur e kështu me radhë, apo është natë, apo është vjeshtë që sot shumë dhe tundi edhe bën edhe vjershat që, si të thuash, t'i kapi tërbimi i erës, edhe të duan vetë ato që të kthehen në një erë suferin vetë ato. Dhe, okej, ti nuk shkruan për në një ngjarje konkrete, sepse kjo është ngjarje meteorologjia atmosferike, po themi, edhe sigurisht që ne nuk flasim për fotografi, flasim për ndjesitë të cilat vinë të grumbulluar dhe janë ndryshe. Pra është një lëmsh, nuk përkthehet dot në mënyra e të frymëzuarit. Po çfarë është poezia për Krenar Zeinon? Ti po më gozhdon tamam me ato që janë peshkryshe. Domethënë Krenari duhet të referoj të tjerë që kanë kaluar kalvarin dhe meshën ai kanë dhënë gati, duhet dën haku, në këtë kuptim që po themi në mënyrën e thjeshtë ndoshta edhe ngatron për ta bërë sikur është e lehtë fare, po themi ndonjë nga të fundit, Bruno Schulz, që thotë është qarku i shkurtër, po themi si qark elektrik mes fjalëve. Tepër e bukur, po tepër simpliste në kuptimin që ndonjëherë bën dëm, sepse ndodh që pastaj na shfaqet poezia diku, edhe ose pretendohet se s'mund të jetë poezi detyrimisht, që vetëm përmes qarkut të shkurtër, domethënë mjafton të marrësh, si më thënë, arkan poetik, që janë në inventarin poetik, po themi rënoja, apo nëna, apo mëmëdheu, apo vjeshta, apo gjetja, apo syri, apo dhe i bën bashk, dhe ky qark i shkurtër na bën poezin. Jo detyrimisht, bile ka shumë me tepri që aspirohet pafajësisht, ndonjëherë pretendohet nën faj që është poezi, pse? Sepse bëjnë një qark të shkurtër, po pa e mbartur atë që do Bruno Schulz, atë harkimin dramatik, atë krisjen që i ndodh brenda poezisë, që të arrit të përçohet edhe të krijoj risi edhe tek ai që e lexon. Pastaj kemi gjëra që mund të shprehen në mënyrë pak më me komicitet, domethënë poezia është si të bëri dashuri me gruan, po jo të gjithë e bëjnë, po jo të gjithë me pasion të lartë. Kështu është dhe poezia. Një hispanik se mbase e gaboj, po mund të jetë Jimenezi apo kështu. Pastaj mund të jetë Boresi që plaku i urtë, kështu bën sikur i thot gjërat, po është mistik, dukur sikur është tepër kuadratik dhe racional. Po poezia thotë është për të bërë jetën paksa më të durueshme, thotë. Nuk e bëj as për vete, thotë, që është ai entiteti mbyllur, po as
për lexuesin që është ai entiteti platonik, thotë kështu. E bëj thotë për miq, thotë edhe për ta bërë jetën paksa më të durueshme. Ka forma të ndryshme. Problemi se këtu është autorësia e Boresit, duke e marrë si të tillë. Po Krenar Zeno përse e bën poezin? Përse e bën Krenar Zeno poezin? Sepse ajo ndodh. Është ajo që më bën mua, dhe nuk bëjon atë, po të ishte për mua, domethënë si ai që thotë kam provuar me 100 herë ta lë duanin, për që është varësi, si thua, është një varësi, në kuptimin që ndonjëherë e ka menduar gjatë jetës që kjo çmenduri, domethënë ka një faturë. Është vuajtjen vetvete gjatë procesit krijimit? Është kërkon të shpreh, domethënë është të shpresh, pra është automaticitet, në kuptimin që ta pyetësh dikë që pse merr frymë në këtë kuptim, jo për ta bërë tani kaq patetike në një farë, po. Nuk e ndalon dot, është mënyra të shprehurit, siç ke ti mënyrën tënde të shprehurit, siç ka kushdo mënyrën e vet të shprehurit. Poet lind apo bëhesh? Poet lind apo bëhesh? Të dyja, domethënë është e pa mundur, po se po të ishte edhe pa dobishme, pa diçka të lindur, të tentohet të bësh atë vetëm me njohjen edhe me punën. Bën shumë mirë kritikun ndaj saj, bën shijuesin e saj, bën nga ana tjetër, vetëm e lindura, pa një punë kultivim kulturor të frikshme, është nuk çon, nuk arrin të çojë diku, dhe pastaj rënimi nga të moshuari diku në poezi, si sot Beketi, është falimenti më i madh, domethënë në art, nuk është fjalët e poezi. Po poezia është përfshirëse sepse është kudo, në kuptimin poeticiteti gjendet kudo, në një art që të ekzistojë si në muzikë, si në pikturë, duhet ta ketë atë poeticitetin e vet, po vërtet. Falimenti në familje, apo në ekonomi, apo edhe qoftë në karrierë, është i tejkalueshëm kështu thotë. Po një faliment që të arrish të bësh një njeri tjetër, pra të bësh një teatr, të bësh një njeri tjetër, domethënë si mund bëj piktorin apo muzikantin apo shkrimtarin një që s'është i tillë, domethënë është faliment i frikshëm. Do të ndërpres pak, ju ftoj të ndjekim një insert për Krenar Zenon dhe rikthehemi sërish në studio për të biseduar. Krenar Zeno është një poet, shkrimtar dhe publicist shqiptar, i njohur për veprat e tij që eksplorojnë tema filozofike dhe ekzistenciale. Ai ka botuar 12 vëllime poetike, duke përfshirë Epika e dehur, Promenade, Album me Nina Nana dhe disa romane, ku mund përmendim Këmba e të panjohurës, Legjenda M. Veprat e tij karakterizohen nga një përdorim i thellë i gjuhës së mendimit, duke trajtuar çështje të qenies, kohës, hapësirës e kuptimit të ekzistencës. Përveç shkrimtarisë letrare, Zeno është edhe kurator arti dhe themelues i Zenit, një shtëpi botuese dhe galerisë së artit. Nëpërmjet këtyre platformave, ai përzgjedh me kujdes vepra me shumë vlerë për lexuesin. Disa prej veprave më të rëndësishme të letërsisë botërore janë veprat e Beckett, Céline, Joyce, Balzac. Ai është një artist ndërdisiplinor, ku përfshin letërsinë, artin e kurimin. Krenar Zeno ka kuruar ekspozita të rëndësishme, si Zini Veshit, Safo Markos apo Lumturi Ploshmet. Kjo është një insert për mbledhës, për ju, por edhe mjedisi, ku ne ju pam duke shkruar edhe vargjet e librit të Arshëm, apo jo? Po padyshim që rrënjoset aty tek mjedisi dhe bëhet i pa shlyer prej vendodhjes, prej aty ku ka një rrënjë. Vetmin tuaj krijuese e ndani shpesh me Joyce-in, apo jo? Qenin tuaj. Që është edhe
emri i James Joyce-it, i shkrimtarit James Joyce, që po, sepse edhe ai është stimulus i jashtëzakonshëm se ka një mënyrë të parit të gjërave, thellësisht poetik, domethënë, edhe ajo pjesë e iracionale që e dominon, po themi, po ndërkohë edhe ajo që se pranojmë do të kollaj e anës racionale, domethënë, të asaj për te intuitës, po edhe një lloj që ne menduese, si afër humanit, edhe mendoj që është jo për ta përdorur se, po është instrument i mirë, Joyce, si frym, dhe nuk të lëshë të falsitetit e ka do, është një lloj pasyrimi. Ka një lloj sinqeriteti, brenda, dhe një energji të pastër. Të bësh të çmendesh me pasyrën. Pasyrohesh tek kafsha. E don fort, është marrëdhënie e ngushtë. Artisti një kafshësh në një farë mënyrë, mendoj. Është një kafshë artisti? Po shumë. Pjesë që duhet të jetë më dominante se sa në rastet e jo artit, që është iracionalja, është mblatimi, si të thuash, ushqimi i domosdoshëm. Nuk ka mundësi që ajo të bëhet vetëm në atë pjesën e organizuar të mendimit racional, sepse për ndryshe pastaj po thua fjalë, po të organizuara, jo në mënyrën e domenit art, pra duhet të jetë në një domen. Ne do ta thyem pak heshtjen. Kemi marrë paksa, mbas edhe pak me të drejtën tuaj. Ju jeni në prag të mbylljes së vëllimit tjetër poetik dhe është dorëshkrim. Por ne do lexojmë një prej poezive e cila do shoh së shpejti, edhe ai do bëhet libër, besoj, dhe është Unë gjitë të vegjël vurratash mbi plag. Te hapnaja që po rreth të mbrojt degës, vraja do buj të shënjoj përgjithmonë. Nën vul boj jargavan, mbalta kungate, pragun profanës për ndritur prej plage. Plag shkëndije stres dhe sofër vragash, apostu i mbledhur strofull anës plagës, tek shkërbejn, cipës lëkur pergamen, unë gji për i vargjesh plagjatur plagësh. O plag ma vi, e rëtije verstesh profanie, e vargjet mbar pjellat të strofës së parë, poezia tër një bim falt të parit varg, hapnaja të thellë që rreth të reshtet fjalë, unë gjitë të vegjël, vargjesh, vraga plagësh. Si që shikoni, është shumë filozofik dhe metaforik i fort, apo jo? Jo, poezia është e tillë. Pa dyshim që do hapi hulli të tilla që kanë edhe ngarkesën, domethënë filozofike, po nuk është nisë për të bërë filozofi. Fakti një vargu unë gji prej vargjesh, plagjatur plagësh. Shumë e thellë kjo. Vargjet janë plagjatura plagësh. Absolutisht, ne thamë, ka burimin amën e mirë, poezia e ka ke dhimbja, kështu që plagët her pas here gërvisten edhe për të krijuar. Te përthyrja e secilit është e gjithë ato të Ezra-Pound të konservimi i shpirtit individual. Absolutisht po. Tek një personi që dike përballë është prej dhimbjes, te të tjerët mund të jetë te një tjetër hare, po nuk është ndonjë dhimbje. Frymëzimi juaj është ke dhimbja. Është një dhimbje e hareshme në kuptimin që e pres edhe me frikën që ka kushdo dhimbjen, po tek e fundit edhe pres që të më thot diçka, kur vjen i them mirë se erdhe, kur ikën prap gëzohem që ikën dhimbja, po nuk i trëmbem edhe shumë kur vjen, ndonjëherë dhe i ekspozohen, se kjo është nevojë, kupton, kjo është marrëzia. Ka raste që dhimbja dhe vuajtja janë pasuri, dishti shfrytëzosh. Dhimbja dhe vuajtja shpesh janë pasuri të dishti shfrytëzosh. Po këtë na e kanë mësuar që nga sufit Rumi e Orientit dhe deri tek Perëndimi që vuajtja pa mbritur të mposhti, si me thënë, pa tjetër që ka një përkthim në rritje, pra në një lloj vetëdijësimi për t'i rënë shkurt, për të gjetur ca shtigje për të kuptuar botën.
Më thënë, kur ajo vjen me atë përshëndrimin e vetë, të rëzoj, ndërkohë, edhe duke ta dhënë peshën e kryshit të ka mësuar dhe shumë gjëra duke të vënë traune. Shumë e vërtet. Dhe dashje pa dashje edhe përgjigjen se nga frymëzohesh. Pra plagët ose plagiaturat e plagëve të nxjerrin vargje të mira. Sakt. Do me thënë dorëzohem, pa dyshim së paku libri që po vjen, që ka 3 vite që punohet, ka në lajtmotiv të vetin plagën, si që kishtë libri më parë, rënojen, po themi, sepse është edhe ky lloj inkursioni që nuk do të thotë se është triumfator apo jo, po unë e shikoj kështu që çdo libër nuk mund të ketë poezi si që janë poezitë e zgjedhura, që do më thënë mund të jetë një këtu dhe një atje, pavarësisht se ka regjistrin e të njëjtit autor. Tek unë libri organizohet mbi bazën e një lajtmotivi dhe kam pak një përshkrim duke pasur një motor kërkimi, po themi plaga në këtë rast. Veç rënoja me plagëve, nuk të mungon edhe erotizmi në vargun tuaj? Edhe ajo në duhet. Si të mungoj? Sepse ju keni pasur një vëllim të tërë dedikuar erotizmit. Po, shiko, erosi dhe poezia janë e njëjta gjë. Qoftë krijimi si i tillë, në çdo lloj arti, pa erosin, ai është thelbi. Do me thënë, sepse është dashuria, është pavarësisht se si përkthehet ajo, dashuri për Zotin, dashuri për mëmëdheun, dashuri për mëmën, dashuri për birin, dashuri për... Dashuria është e shumëllshme. Dashuri për poezinë, dashuri për fjalën, dashuri për gjuhën, është e gjitha dashuri, nuk ka do patjetër. Të qëndrojmë te gjuha. Më bën përshtypje sepse ju e keni një gjuhë letrare, po që përdorni fort edhe gegnishtën. Do ta dëshiroja, në kuptimin që duke mos e zotëruar, ndonjëherë thërret, është si aty ku e hape ti emisionin që ishte piktura, që është ajo poema e heshtur, si të thuash, ose poezia është piktura që flet, apo jo? Patjetër, ashtu tha. Edhe te kjo, është ajo gegnishte që është ëmbël, po edhe është fort, fuqishëm, i ri ndonjëherë poezi si zgjidhje, sidomos tek epika ose te një gjë më elegjake, më kështu. Duke mos e zotëruar ajo që mungon, siç është poezia që tenton imazhin, pikturën, edhe gjua duke pasur këtë afinitet, po ndërkohë edhe një lloj diferencë që është gegnishte. Sa më pëlqen ndonjëherë, po nuk e zotroj. Pastaj janë edhe miq që kam afër që aq ëmbël, domethënë edhe aq gjua ëmbël shumë. Unë nuk besoj se kam ndonjë fjalë ke goditse në të. Është ndonjë regjistër që kështu del aty si reaktive, del kështu si e pa kontrolluar. Ndërkohë, ajo çfarë dua të di është kur ke shkruar vargjet e para. Dhe kush të frymëzonte, si gjithë të tjerë, adoleshent. Si gjithë të tjerë, domethënë. Ke rënë dashuri fillimisht besoj kur ke shkruar? Kur fillojnë manipulojnë letrat e para, dashuri, kështu që pastaj gjendje, pastaj ndjen që po hyn gjithë më brenda, fillon dhe kapron ajo që mos mbetesh brenda, ndjen të ndryshme që të shqetëson më shumë se sa ke hare, ose kështu të shqetëson, çfarë ndodh, domethënë nuk përderisa nuk je më normal, që nuk luan, nuk po i shmangesh lojë, shkon edhe futesh te kjo lojë tjetër që është lojë pastaj lojë me morten, kjo nuk është lojë e fortë, nuk është lojë për lojra. Dhe ka dhe një çare kështu pastaj, ndoshta edhe psiqike, në kuptimin që son një krysi aty, duhet merresh me të. Pasi ndodh, pastaj. Kush kanë qenë poetët që të kanë frymëzuar? Shqiptar ose të huaj? Shumë, sepse normal që prej
poetit si i tillë që po themi Homeri, apo jo, sepse apo prej Rumit, apo prej Dantes, apo prej shekullit kaluar, që prap duke bërë 90% të gjithë rrymave të artit, të gjitha korave, nuk ishte pak, sepse ishte një lloj discentrimi, shpërshëndrim, si të thuar, nxjerrje nga qendra, pra dhe shekulli i kaluar ka fuqi të jashtëzakonshme, dhe secili nga pak, padyshim ka peshën, tradita shqiptare, po patjetër, domethënë do ishim më të lumë nëse do kishim një spesor më të plot të traditës, siç e kanë poetët e tjerë në vendet e tjera që kalërojnë mbi një traditë shumë më të madhe, dhe padyshim që kanë një nisje, një start më shpresdhënë, si thua, edhe me. Por ama tradita jonë nuk është pak për të ja kemi borë. Meqense ju nuk pranoni të recitoni poezitë tuaja, edhe me le mua për të recituar, jo dhe fort mirë. Nuk di të recitoj mirë, sidomos të mia. Kë më vargje në këtë pasmësnat nga poetët tanë do më recitosh, që i ke për zemër fort, edhe që është poeti mirë dhe i dashur për ju? I dashur, janë të dashur sepse i detyrohesh edhe i do fort secilit për peshën specifike që ka. Për shembull, Naimit i detyrohesh, gati kështu duke dashuri deklamative, i detyrohesh gjuhën. Sigurisht që po mjedës i detyrohesh prozodin, i detyrohesh metrikën, atë punën e hollë, kështu si filigran, fantastike. I detyrohesh migjenit, të drejt për drejtën e pikëllimit, atë dëshirimin e madh për ta bërë poezinë me fjalë freskinë e bashkohësinë në raport me botën. Do të thënë, secili nga këta ishte më bashkohor se sa dikush tjetër është më i vonuar, po prap edhe pse pak më i vonuar në raport në Lazgushi, me bashkohësinë, po ama të këput me muzikalitetin, me imazhin, me gjendjet të jashtëzakonshme. Vim dhe më vonë, janë poet shumë të mirë, Frederik Reshpja shumë i mirë, Camaj. Pra, edhe kjo është e bukur, sepse areali i poezisë shqipe ka një variabilitet, do më thënë, është kaq i ndryshëm, po themi Camaj me Migjenin apo me Reshpjen, dhe rinë kaq mirë. Këtë do më recitosh për i tyre, që i rinë edhe në vargjet e natës, mes tyre yjeve që jemi neve? Tokë e re, hanë e re, po ama fillon kështu, thot, drek malsore, Martin Camaj. Sot është marrë një gjak, dy plumë balshuen për dhe një burë, në tunin e spatës pëllëset rashta e kau të kroni, drek të mdha po bahen sot. Dhe gjethi i vjeshtës bjen, mbi kapuçat e bardh në tryezat jashtë, natë. Tok e re, han e re, në vorezat mbi kodër, dhe ujshit janë ullë prej malit të pinë gjak në prue. Me aq dashni që kishte dhe me aq, ama dhe denoncimi i të zezës edhe i gjakmarit. Se po të lë pasaj nuk i ponderojmë dot, nuk i mbajnë baraspesh. Reshpja. Pa, e kam shumë dashuri. Tjetër. Pak lokalistë së sepse ka kontrastin tamam si Zeniti me Nadirin. Noton në përrua me gjethet në bështjel një ditë, po pritë se e ka natën, një ditë e zverdhur vjeshte, dhe shtërgët e fundit kaluan të ngrirë me sytë e verdhë në heshtje. Rëzohet nga drurët trishtimi i borës, lugina me hënë lyer, dhe drerët vënkujen me dhimbje me brinjët prej akulli thyer. Më shkoj dhe kjo natë, iku dhe kjo vjesht, që fini me gjethet të tharë, o dimri drerve me brirët në erë, kë vjeshtë të qajmë më parë. Fantastike.
Poeti i lartë. Dhe shumë melankolik, edhe shumë aktuale se jemi në këtë kapërcyllin mes vjeshtës dhe dimrit dhe të stinave dhe mbrëmje, natë, ditë, që bëhen së bashku dhe në pas mesat. Falenderoj shumë. Instrumenti jashtëzakonshëm. Është vërtet. Pra, sa fuqi ka poezia për depërtuar, le të themi, në telat e shpirtit? Ka dhe poet vetë thonë, apo shkrimtar, Saramago e Mera, s'ka për të ndryshuar ndonjë ndonjëherë letërsia dhe poezia. Dakord, po e thot nga marazi, e ka pluar ndonjëherë nga një pashpres, nga një lloj deprimimi, dhe vetë kjo thirrjesh poetike, vetë kjo është ftesë për ndryshim. Nuk ka mundësi që të mos dhe sepse nuk e dim që çfarë gjurmë ka lënë deri tani. Pra në shekuj, ne nuk e kemi pasur poezinë me ndonjë fillim. Ne jemi lindur mbi gjuhë dhe mbi poeticitet, po të mbi arte. Dhe nuk e dim se çdo ishte pa to. Do ishte një opus tjetër të menduari, do ishte një univers tjetër. Po, ne s'mund të themi, a mund ta ndryshoj? Ajo e ka bërë kështu siç është me forcën e saj. Apo jo. E vërtet është. Do kaloj te një pjesë tjetër shumë e rëndësishme, në fakt, kur krijon poezitë e para, me kë i ndan? Ose ku ti beson si lexues i parë? Po, në përgjithësi, unë duke qenë në trotuar, themi, si shumë gjëra që janë në trotuar. Libra që shiten, që ju i keni bërë edhe një lloj miniature. Kur unë i kam në furr, dhe sa po i nxjerr nga furra, ato, dhe kam dëshirën që kushdo që ulet aty unë ja lexoj poezinë. Ja lexon vetë? E lexon vetë dikuj që ke aty? Po. Ke nevojë ta shikosh atë impaktin e parë të atij që ke përballë? Do të thënë, e lexoj poezinë. Kushdo që vjen dhe ulet, e di dhe këtë, e ka shpengimin të ulet sepse nuk më shqetëson përkundra, më pasuron se më duhet ndonjë ndërprerje, ashtu dhe kap ritmin mirë, ndonjëherë do më të del nga jollia dhe eri merr prap. Po e kam qefin e madh ta lexoj. Është katarsis poezia për ju? Po, është katarsis për çdo, domethënë që duhet jetë edhe poezia duhet të tentoj që të jetë, ky është problemi i madh. A është katarsis për atë që e lexon? Sepse ka një kontradikt të merruse që së paraqiti Schellingu në kritikën e vet. Domethënë, nuk është e dëshirimi vetëm që duke menduar se kjo është një poezi e madhe, e lartë, ajo të jetë e përputhur dhe me atë që mendon tjetri. Ai që ul aty dhe ja lexova unë. Është problemi të përçohet për te unit të shkrimtarit. Sepse kanë gjithmonë një pamjaftueshmëri që ndonjëherë është dhe fatalitet në qose ngelet vetëm brenda guaskës poetit. Që vërtet pafajësisht njeriu që e krijon poezinë mendon se ashtu siç e ndjen ai, ashtu dhe do ta ndjejë dhe tjetri. Po ka një distancë që nuk e dim. Kur ajo është e përputhur apo sa më e përputhur, është fatlume. Po mund të ndodhi që është vetëm dëshirimi i atij që e shkruan, sepse ndjesia që ka ai brenda mund të jetë dhe madhështore, sublime. Po a përçohet ky sublimitet tek ai që e dëgjon, e shikon, e ndjen? Ta bëjmë pak më të prekshme. Sa kuptohet poezia juaj? Si e nuhasni këtë? Sepse jeni filozofik, keni metaforat forta. Kjo është sfida. Edhe është forca e ekzistencializmit e nuk di ta bëj këtë lloj ekografie së brendshme, domethënë që ajo që unë kuptoj prej poezisë që bëj, apo dhe që poezia më bën mua, se sa unë e ndjej si gjë madhështore, unë nuk e di se sa e ndjen tjetri si të tillë. E kuptoj. E di që ka një distancë me kilometra me këtë, sepse ajo që unë ndjej, patjetër që ka barazhin e gabimit, është thjesht dëshirimi im, është thjesht pathosi që unë i vë. Nuk ka se si tjetë ashtu si unë e mendoj. Po tjetë ashtu si e mendoj unë, do t'ishte një hare pa parë, do gëzohesha shumë. Dua të kaloj te një pjesë tjetër shumë e rëndësishme tek ju.
Ju krahas krijimtarisë, që është një pjesë shumë e rëndësishme juaja, ju keni botuar gjithmonë edhe vepra shumë të mira, e përzgjidhni veprat apo jo? Edhe si botues. Cili është synimi i veprave që përzgjedh për të botuar për lexuesit? Qoftë për fëmijë, klasikët e mirë. Po, kështu duhet të jetë. Domethënë, këtu nuk është ndonjë bëhet detyrim, nuk duhet konsideruar merit. E kundërta duhet konsideruar genocid, domethënë. Që po ushtron genocidin hapur, me një fjalë në mendje, në kulturë, si duhet bësh gjëra me një fjalë që s'janë të mira. Që s'kan vlerë. Për çfarë? Kush shtyn ta bësh? Pse? Nuk ka kuptim. Prandaj nuk është ndonjë merit, është thjesht për zgjedhje e mirë. Për zgjedhja duhet bërë e mirë, për pse është për zgjedhje. Të kalojmë te një pjesë tjetër e rëndësishme që është kurimi dhe ekspozitat. Ju e keni shumë për zemër artin pamor, keni bërë shumë shkrime kritike, edhe shumë guximshëm në fillim. Keni bërë ekspozitat tek Zeniti, mbaj mend me Safo Markon. Si kujton atë kohë? Edhe dhimbshëm, edhe harreshëm. Me një fjalë, është me Safon më lidhe si kushdo në atë kohë. Fëmijëria ishte e lidhur me ato qafat e Modiglianit të Safos, që bënte kopertinat e librave, bënte Safo Marko. Edhe ishte gjithmonë kopertina Safo Marko, edhe ishte ky i pashlyeshëm ky emri, dhe ishin gjithmonë ato lakoret e Safos, që duhet i përshtateshin disi përmbajtjes ose po ja mbrinte Safo që bënte ato. Edhe pastaj Safo, kështu me këtë emrin e poetes, edhe po që ishte edhe e bukur Safo, edhe bëri të vetmen ekspozit të parën edhe të fundit, se pastaj nuk pati më. Me atë bregdetin e Jonit edhe me ato që ishin si amfora, bukur, tamam, si lakore dhe ato. Pastaj ishte Madu që e kemi kaluar me Jamar Bërmarkun atë muaj, ne kam pas misi dhe shumë më përpara, po ama gjatë ati muaj, se pastaj pak muaj më vonë në nda nga jeta. Dhe është edhe dhimbja që një pikturë e cila nuk familje tragjike, do me thënë Petro i dënuar nga 3 regjime, edhe nga zogu, edhe nga komunizmi, edhe nga fashizmi, do me thënë edhe në Itali, i burgosur dhe i ndërnuar, edhe në Shqipëri, tragjizm i frikshëm, Safos që i duaj si ajo pasifeja i mitologjisë, që t'i jepnin 7 djeme dhe vasha Minotaurit për ta mbajtur që mos të... Pra i kërkoj Safos që të nxirrte birin e vet, duhet fuse në një tjetër brenda, se implikimet të frikshme e kalojnë edhe artin, do më thënë vetë realitetit që kalojnë artin, nuk ketë që shkruan, do më thënë ketë që atua për Jamar Bërmarkon edhe për Safon edhe për Petron. Ishte e lumtur aso kohë që bëri ato ekspozit? E jetoj lumturisht ekspozimin e pikturave për herë të parë aso kohë? Si e kujton? Po ndjesh që kishte një regjistër lumturie, dhe kjo është entuziazmuese, se thua, ndoshta se ka pasur shumë rrallë në një kalim të gjendjes së lumturisë. Safo, është tragjike e gjitha e asaj familje. Kështu që ishte një notë e bukur, le të themi lumturie me hapjen e asaj ekspozite. Ka qenë viti 2002, mos gaboj? 2004. 2004. Më pas, ju keni patur bashkëpunime edhe me Lumturi Bllashmin, ku keni bërë edhe performancë artistike. Si kujton marrëdhënien me Lumen dhe atë ekspozit tek Zeniti? Lexuese e jashtëzakonshme Lumi, me edhe lexuese fortë edhe filozofie kështu, se edhe për të kompensuar pak një mungesë në të shprehurit. Dhe artiste
e ndershme, domethënë e përgjegjshme, shumë besoj se janë dy gjëra që duhet: përgjegjshmëria e madhe dhe ndershmëria, jo në termat e virtytit, si të tillë, po në art duhet patjetër, nuk dhe do të jesh i ndershëm. Lumja edhe qëndrese fort, domethënë qëndrestare e jashtëzakonshme, njohëse, domethënë shumë e mirë, edhe guximshme në art. Edhe guximshme, kurajoze, Lumja. Kur bëri Kamasutrën, të gjithë i provokoi, po ishte guxim i fortë për kohën. Bashkë 3 ekspozita në Zenit, që ishte një që u vesh e gjithë galeria me këto posterat e ofertave, si që janë tani Black Friday, që janë këto jo për vitin e ri, që duket e thjesht, po është një gjetje e jashtëzakonshme. Performative, shumë. Sepse është, si të thuash, muret e një galeri që vishen me imazhin e mallit, dhe dakor që është një performancë, nuk hyn tek tablot e Lumës, po ama e ka dhe këtë pjesë të aksionit performativ Lumja, që ka një apel të fort, dhe nuk janë si gjithë të performanca që janë në fakt, ndonjëherë spekulime kështu shumë të rrezikshme. Kurse Lumja, edhe me 2 ekspozitat e tjera që e kishte dhe ajo elementin e rënojës tek ajo kritik që unë e vendosë si koncept kuratorial, që ishte me ato lëvoret e portokalleve të gjetura në bazë shumë e shumë vitesh, që dikur i thani në sobë për t'i bërë kështu limonat në munges të këtyra sortimenteve që janë tani të limonadave kështu. Dhe edhe i gjen nga një lëvizje tërmetje, ajo ku t'i bje dhe ato kishin marrë format kur ju hapën dritës, sepse ajo e hapi, dhe kishin marrë format si Krishti, duke si kryqëzimi Shën Gjonit, dhe me njerë në shkojnë mëndja për të marrë libri në galeri që ishte Arti Rinascimentos, edhe u ekspozuan me fotot me veprave të Caravaggio's, kryqëzimi Shën Gjonit të kështu me radhë. Dhe apeli ishte i fort, sepse me mënyra se si ishte ligjëruar dhe lidhja, që tani nuk del do të këtu kur e themi shumë shkurt. Dhe pastaj i kem kuruar në galerinë kombëtare ekspozitën e Lumës. Vjen dhe mall për Lumën, tipi mirë shumë. Të mungon, besoj. Ajo mitësi, ajo energji. Bëja përkthysin, sepse Sarinde do të shpreh tamam Lumja, po unë ja njeh edhe gjestin edhe ato dhe më duhet të bëja përkthimin shqip. Lumja flisë shumë bukur, po është problemi tek ata që nuk e njihnin, ishte një lloj ngërshi kështu, ishte shumë komunikative dhe shumë miqësore. Edhe me Ali Osekun ke patur një ekspozitë, si e kujton dhe atë? Po kujtojmë emra që nuk jetojnë, por edhe piktor të fort në artet pamore shqiptare. Po dhe burrat jashtëzakonshëm, burri i madh i jashtëzakonshëm, edhe për plagët, edhe për dakord, burgu, shumë me radhë, po mbi gjitha ajo fisnikëria për mos ta përmendur kur, nuk e dëgjoja Lion, domethënë të thoshte ndonjëherë të përmendte ndonjëherë burgun. Edhe kujtoj që njerë më tha një maraz të tanishëm, jo të kohës dhe burgu, domethënë. Që thoshe, e ke ndjerë që ishte i matë nga Gjakova, sepse është me origjinë nga Gjakova, edhe atje ku është 15 kaç, si thua, atje ku jeton të Aliu dhe kishte dhe studion, ka qenë dyqani i teatrit që ishte Rroba Shqepës. Edhe e hapnin edhe fusnin kryet tot këta tironësit e vjetër dhe përshëndesnin, po na marr usta. Edhe unë thot që isha kështu si në përkëmbët e asaj makinës qepse, dëgjoj vetëm këtë puna mbar usta. Po tani thot si s'na vjen i rit thot puna mbar usta. Pra,
bëj piktura, thotë, si që kishtë edhe pa modestina, piktori malë, jam bëj bukurit dhe nuk vjen njëri dhe thotë, puna mbaru sa, është riti edhe rituali, ka të bëj, sepse duhet pak edhe pak ngrotësia, dhe pak përgjigja nga ana tjetër, pak urimi, pak... Mungon kjo sot? Mungon, pa dyshim që mungon. Cili është mesazhi që jep për brezin e ri? Qoftë të piktorëve, qoftë të krijuesve në letërsi. Nëse kanë diçka për të thënë, diçka për të kryer, diçka për të bërë, të shndrojnë, të bëjnë shëndres, të kapen mbas të mire, se sigurisht e mira do të triumfojë, jo për ta bërë shumë moralistike. Mos përhumben në gërmallë, të rinë aty të Rënoja. Nga Rënoja mund të rilindësh, nga Gërmadha nuk ngrihesh. Ky është edhe mesazhi i fortë që jep Krenar Zeno këtë pasmësnat. Falenderoj shumë për këto mendimet tuaja filozofike. Edhe unë të falenderoj. Dhe realisht ishte një energji shumë e mirë. Ishte në domenin e të bukurës dhe nuk të thash një gjë që fatkeqësisht duhet ta them në fund, sa e bukur që je. Të falenderoj shumë. Faleminderit, dhe ishte kënaqësi. Kur flasim për bukurinë, mbase të duken edhe njerëzit përballë të bukur. Kështu që faleminderit shumë Krenar Zeno që ishte këtë pasmësnat. Sinqerisht, faleminderit shumë.